Jo, e morë ministra tjetër, edhe BE-s edhe Amerikanë. Jo, Amerikanë, veç janë ti, po pisi për Amerikanë. Përderisa ne themi në Kosovë, për pres me certifikimin e rezultateve, pse duhet ai për Washingtonit i cili ka 3 milion probleme, ta uvolin para neve, më morë me qeverit e Kosovës. Okej, po që se ja japin kryeministrin, bëhet një ujdi me kryeministrin, po që se ja japin kryeministrin, a hyn LDK-ja në pushtet? Ose vetëndosja ose pjesa opozitare? A është pyetje shumë e vështirë? Në raport me të pare, na thamë heq. Heq, as me kryeministrin? Po jo, se kjo është parimore, nuk mësh me thonë nuk vjen në qeverisje, por që a e bjen bashkëpunim, po me kushte. Na nuk kena këtë rafsh që po kalem, LDK-ja nuk ka kërkes, as nuk ka kushte për një partneritet eventual me vendon. Po me këta tjerët? Se ne kemi bashkëpunu, kemi histori bashkëpunimi me lëvizjen vetëvendose për dallim prej tjerëve, kemi histori bashkëpunimi. Aziri, vetëm pak se... Edhe kemi qeverisje me ta. Aziri, vetëm pak se s'po durohet drenori dëshiroj ta merr fjalën. Ai drenori merr fjalën. Me vëvën, edhe zotë Aziri, besoj është jo legjitime të kërkohet kryeministri një subjekti politik që ka marrë 48 deputet. Një subjekt që kjo është interpretimi i legjitime, nuk e hanë më pazara e mas lufte kur jemi kon me një demokraci të bresht, me demokraci të institucione, nuk shkon. E para, e dyta. A mendoni se e thatë se si do të shkoni me 15 prill në seancën konstitutive të kuvendit? Do të shkoni me një qendrim, për një me, bashkë me një qendrim, 20 deputetet, 20 apo nëse njët mos të ngatroj, 20 apo? 20 deputetet e LDK-s shkojnë me një qendrim me 15 prill, apo kove të fundit me gjithat vetëvendosjes që kur ndroj pa kurse sa i përket bashkëpunimit. Deri në certifikim të rezultatet thashin që presim certifikimin për të fillu me negociu, me bashkëpunu, me kanë mund bashkëpunojmë. Dorso sot kogja po shkojnë sikur të relaksum që sikur i kanë gjetë 2-3 deputet, që 2 deputet ju duhen. A mos i ka josh nështë edhe që kjo problemi ku i gjetën ka quba dikula, ku? Po në tash na po ngrismë si qeshtje, zoti Azir pëse qeshtje. Po deputet nuk gjindën be, ata jonë aty. Ja, diverzion politik së mbojnë. Ja, dëgjam, edhe një diçka. Të nas... Edhe një diçka, po ka pas të kalume, nuk është hera parë që ndodhë kjo. Po thamë, e para, një LDK cila nuk po mundet me gjithat me gjithë një qëndrim të fort, karshi situatës. Okej, me vetëvendosin jo, me këta tjertë, madje edhe po, me në kryeministër, jo, sepse kjo qeveri